Censura e opozitës është një nga aktet më të shëmtuara të narkomafjes qeveritare. Edi Rama para 10 ditësh u tha shqiptarëve në një aktivitet ndërkombëtar ose me prani ndërkombëtare se startup-i i tij apo çibani i ri i korrupsionit të tij e kishte informuar se 60% të kohës media në Shqipëri i kushtonte opozitës dhe se për këtë miq të tij lobist, vetë kuptohet lobist të korruptuar, kishin shprehur shqetësim dhe habi. Do të kesh moralin që ka ai. Do të kesh dignitetin që ati i mungon. Do të kesh ftyrën që ai nuk ka, që të mashtrosh publikun, të servirish publikut një gënjeshtër të tillë. Një gënjeshtër, një mashtrim, një trillim për një çështje themelore të një shoqërie, siç është hapësira informative dhe informacioni. Do t'jesh, pra, siç është Edi Rama, krye i një organizate kriminale që të mund të trillosh para shqiptarëve dhe botës se në vendin e tij mediat 60% i kushtoi kanë opozitës dhe restin atij dhe lindave të tij, gjunaqare. Lindave gjunaqare, si ti quajmë pak. Në fakt, nuk duhet ta bënim ne. Ka një media apo një NGO që cilësohet, që emërtohet Faktoje, dhe që unë faktimin e quaj një nga domosdoshmëritë absolute për çdo media që transmeton mashtrime dhe trillime. Por Faktoje ka zgjedhur Faktoj se çfarë bëri opozita nga kjo kohë në atë kohë, dhe unë e falënderoj, e inkurajoj të vazhdoj, por vetëm kur bën vlerësime politike duhet di të ndaj politiken nga faktet dhe realiteti. Pra, në vend se ta bënte një institucion i pavarur, u detyruam ne, u detyrua zyra e shtypit Partisë Demokratike të marrë të gjitha emisionet javore të lajmeve, të mediave, jo të gjitha mediave, por të mediave kombëtare, të 4 mediave kombëtare. Cila është koha në lajme që ato i japin opozitës dhe qeverisë.
Pra, janë monitoruar sekond për sekond dhe ju lutem Floriana, mos harro t'ja u shpërndash të gjitha medjave, por në mënyrë të veçantë edhe asaj faktoje. Jo për ta dekurajuar, por për ta inkurajuar në punën e saj, sepse unë absolutisht e quaj të dobishme dhe domosdoshme përpjekjen për faktim.